Kryeministri Edi Rama së bashku me Ministren e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj morën pjesë në ceremoninë Grand 2026, ku u shpallën startupet fituese që do mbështeten nga një fond prej 6 milion eurosh për sipërmarrjen inovative. Gjatë fjalës së tij, Rama deklaroi se dyfishimi i fondit për startupet nga 3 në 6 milion euro vjen falë rritjes së të ardhurave në buxhet dhe numrit të lartë të projekteve cilësore. Ai u shpreh se objektivi i qeverisë është që deri në vitin 2030 financimi për ekosistemin e startupeve të arrijë në 20 milion euro dhe se kjo do të varet nga cilësia e aplikimeve dhe dinamika e mëtejshme e zgjerimit të ekosistemit. E shtym pak këtë takim për të reflektuar në aktin normativ të qershorit një ndryshim i cili sigurisht është dhe rezultat i mundësisë, se mund edhe mos ta kishim këtë mundësi, por ekonomia në këta muaj ka reaguar shumë pozitivisht dhe si rezultat dhe të ardhurat në buxhetin e shtetit janë rritur përtej parashikimit, gjë që na bëri të angazhojmë edhe një fond ekstra për t'ju përgjigjur të gjithë aplikantëve që kanë sjellë propozime që meritojnë ta kenë një shans. Kështu që nga 3 milion ne e kaluam në 6 milion euro. Nga ana tjetër, ne sot jemi këtu me një optimizëm besoj tërësisht justifikuar për faktin se në një vlerësim të kohëve të fundit sistemi ynë i startupeve është klasifikuar i 4-ti për rritjen më të shpejtë në rang evropian. Sot jemi në 6 milion, ambicia jon është që deri në fund të kësaj dekade, pra në 2030 të arrijmë në një kapacitet prej 20 milion eurosh për mbështetjen e startupeve. Gjatë ceremonisë u theksua gjithashtu rritja e numrit të aplikimeve, veçanërisht nga të rinjtë dhe gratë.